Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për t'u ndalur pak tek banorët apo tashmë ish banorët e Big Brother VIP Kosova. Në fakt, veshi dhe mendja e publikut shqiptar është pak e fokusuar tek marrëdhënia e Klodit edhe Elionës. Brënda në shtëpinë e Big Brotherit, Klodi dhe Eliona ishin pak skeptik, sidomos Klodi ishte shumë skeptik në raport me marrëdhënien me Elionën, por siç duket, jashta shtëpisë së Big Brotherit, zemra e tij u tërhoq edhe mori vëmendjen që duheshte marrur dhe sot çifti është bashk, por vajza e cila në fakt ka patur një pëlqim të jashtëzakonshëm për Klodin, në këtë rast Benita, ka folë për herë të parë pas përfundimit të Big Brotherit për ndjenja që ajo krijoi brenda asaj shtëpie. Duhet rikujtuar që të dy vajzat, Eliona dhe Benita në këtë rast, u bën rivale me njëra tjetrën. Benita Zena ka folur së fundmi për marrëdhënien e saj me Klodian Mihajn, me të cilin u përfol gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë kohës në shtëpinë e famshme, Benita kishte shprehur pëlqimin për Klodin, por pas përfundimit të aventurës, ajo ka treguar se mes tyre aktualisht nuk ka komunikim. Është më se normale që nuk do të ketë komunikim, sepse besoj që edhe Eliona nuk bie dakord që Benita të ketë komunikim me Klodin, sepse Benita e ka shprehur haptazi pëlqimin që kishte për Klodin. Në një intervistë ajo tha se nuk kam kontakte dhe se gjithmonë ka pasur parasysh faktin që Klodi kishte një lidhje jashtë shtëpisë. Do me thënë Klodi gjatë kohës kur ishte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, në ekranet shqiptare, mbaj mend u shfaq një vajzë e cila në fakt u prezantua si e dashura e Klodit italiane. Brenda shtëpisë edhe vetë Klodi në fakt e komentonte jashtëzakonisht shumë këtë gjën që un kam një marrëdhënie jashtë, por siç duket gjërat kanë përfunduar dhe Klodi e ka vazhduar atë ndjesinë me Elionën. Benita thot s'kemi kontakte, nuk e di as unë vetë, nuk e kam caktuar, nuk e kam cekur thot brënda Bigut, se Klodi e ka një lidhje jashtë dhe nuk dua t'i prish punë kur në jetë, kështu që kemi një raport shoqëror, ka thënë Benita. Ajo shtoi se pas daljes nga spektakli ka ndodhur shumë gjëra dhe secili ka vazhduar rrugën e tij. Mandej dolën prej Bigut, ndodhen shumë gjëra, e ka zgjedhur rrugën e vet, vazhdon edhe pa të, përfundoi ajo. Klodi tani po e shijon në një lidhje romantike me Eliona Binjakaj, e cila po ashtu ishte pjesë e Big Brotherit. Do me thënë, Klodi dhe Benita tashmë kanë vazhduar rrugtimin e tyre.